Si ka mundësi që tjerat shpallë, tjerat librat të ketë ndërhyrje ndërnjerëzore, ndërsa Kurani ngelet i paprekur ende? Kurani, ashtu siç është shpallur, ashtu do të ngelet deri kur dalin para madhnisë Allahut. Dhe kujdesin e tij, ruajtjen e këtij libri e ka marrë përsipër krijuesi jon, Allahu i Madhërisht. Allahu premtoi në kujdesin dhe ruajtjen e këtij Kuranit. Dhe ka marrë përsipër ruajtjen e këtij Kurani që të mos ketë mundësi askush të pakson apo të shton diçka, të shtrembron, të tjetërson diçka. Dhe ky Kuran ka dashur që Allahu të ngelet i përjetshëm deri kur dalin para madhnisë tij. Thot Allahu në Kuran, ne kemi zbrit Kuranin wa inna lahu lahafidhun, dhe ne do ta ruajmë ata. Allahu premton në ruajtjen e Kuranit. Dhe padyshim që Allahu e përmbush premtimin e tij ku sot pas 1445 viteve, 15 shekush, Kurani ngelet i paprekur nga ndërhyrjet njerëzore, shtesat, paksimet, shtrembrimet, edhe pse armiqtë e Islamit, zullumqartë, gjithmonë kanë dashur dhe dojnë që ta shuajnë këtë dritë e Allahut, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allahu vetëm se e plotson dritën e tij, edhe pse urrejnë pabesimtarët.